Përshëndetje të nderuar miq, në këtë fillim jave do të nisim në mënyrë më të mirë të mundshme duke folur për zhvillimet në pjesën tonë më të mirë në Kosovë, por edhe në raport me fqinjet, trevat tona, interesin ndërkombëtar, lobimin, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zhvillimet nga ande që na prekin ne. Gjitha këto çështje do t'i diskutojmë me profesorin Sadri Ramabaja. Profesor, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje nga Shqipëria e përme, siç do të thoshte drejtoroi Ujin i Madh. Faleminderit profesor. Do ta nisim fillimisht me librin tuaj, urime për gëzime për librin që keni botuar pak ditë më parë, Metamorfoza e demokracisë, shteti në dritën e gjeopolitikës kritike. Libri i shpritur mirë, por çfarë mund na thoni diçka më shumë për shikuesit tanë që nuk e kanë lexuar librin deri tani dhe që vjen në këto momente vërtet kritike të gjeopolitikës, por edhe metamorfozën e demokracisë, besoj referuar ndoshta edhe situatës politike që po kalojmë jo vetëm në Kosovë, Shqipërinë, trevat tona, pra demokracia jonë, shtendërtimi. Shumë faleminderit për pyetjen. Po e marr si të mirëqenë edhe dëshirën për që të ishit prezent gjatë promovimit, që ishte një prej promovimeve më të mira që kam përjetuar deri tash. Edhe për faktin se pati njohës të mirë situatës nga qendrat tona të mëdha, Shkup, Shkodër, Tiranë, Prishtinë. Dhe i dhanë një ngjyresë të veçantë atij promovimi. Po, libri Demokracia, Metamorfoza e demokracisë për brenda vetë titullit e ka të qartë mesazhin se me çka ishte objektivi i trajtimit të saj. Natyrisht nuk ka të bëj shumë me metamorfozën e demokracisë brenda sistemeve tona politike, sepse ne jemi pjesë e sistemit politik të demokracive liberale perëndimore, por ka të bëj ekskluzivisht me shembjen e iluzioneve që kishte ngritur shembja e komunizmit dhe e paralajmërimit të tezës së ashtu quajtur fundi i historisë. Nuk kishim bënim me fundin e historisë, po kishim bënim edhe me fillimin e shembjes së demokracisë liberale, respektisht me rrëshqitjen marramendse të këtij sistemi, por nuk do të thosha edhe me metamorfozën ekstreme të demokracisë, sepse kemi të bëjmë me një transformim të demokracisë në kuadër të interesave nacionale, me rikthimin e gjeopolitikës e me këtë edhe me rikthimin e shtetit kombë dhe natyrisht me përshtatjen e demokracisë. Vetë në titulli i librit, Shteti kombë në dritën e gjeopolitikës kritike përmbush këtë mesazh. Profesor, në gjitha bisedat që kemi zhvilluar, ju asnjëherë nuk e keni lënë pa përmendur edhe federatën, bashkimin, aq më tepër edhe në këtë administratë të dytë të Trumpit, që mund të jepte ndoshta një shtysë edhe më të madhe përpara, ndikuar edhe nga zhvillimet, aq më tepër jo vetëm globale, por edhe në rajonin tonë. Si vjen kjo aty dhe sa shpresë duhet kemi edhe tani? Po, çështja e Federatës Shqiptare është çështje e lejtmotivit tim pothuajse jetësor, akademik. Disertacioni im, siç e din, ka titullin përkatës Federata Shqiptare, Shteti kombë në Unionin Evropian. Por në gjitha 4 librat që kam publikuar pas disertacionit, nga një kapitull s'paku i secilit libër ka të bëjë me Federatën Shqiptare në dritën e zhvillimeve gjeopolitike. Edhe në këtë libër, në tek Metamorfoza e demokracisë, vend qendror zës gjithsesi edhe çështja e Federatës Shqiptare, të cilën unë e konsideroj si sine qua non, si një domosdoshmëri e mbijetesës së kombit shqiptar. Respektisht e një mundësie të re për selitjen e demokracisë shqiptare, daljen nga ky qark i mbyllur në cilin jemi që prej transformimeve politike në Shqipërinë politike dhe që prej çlirimit nga një pozicion kolonial 87 vjeçar i Republikës së Kosovës dhe krijimit pra me këtë akt i Republikës së dytë shqiptare. Natyrisht Republikën e dytë shqiptare, shqiptarët nuk është se e kishin kërkuar imediatikisht
si zgjidhje të çështjes shqiptare, por ishte një kompromis mes aleatëve tanë që na kishin mbështetur në betejën tonë përfundimtare për çlirim nga Serbia dhe natyrisht interesave të tyre gjeopolitike në kontinentin e vjetër. Në këtë kuadër, sigurisht që këto 3 dekada të kësaj periudhe sprove është verifikuar qartë se njëra prej çështjeve qendrore në Evropën Juglindore që do duhej zgjidhur mbetet çështja shqiptare. Nuk përfundon çështja shqiptare vetëm me çlirimin e Kosovës. Profesor, që ndodh diçka duhet ketë një indicje, ndoshta duhet ketë një shkëndi ose një Big Bang, pra ju shikoni në fund tunelit diçka që mundet që për ta rinisur këtë proces? Ose ndoshta mundit edhe ndoshta ndonjë nga trevat tona apo nga epiqendrat apo edhe nga miqtë tan, duhet ta kërkojmë, duhet ta presim? Unë i përkas kategorisë qytetarëve shqiptar që nuk predisponojnë që të presin dhe të kërkojnë prej të huajve. Unë më shumë pledoj që inteligjenca shqiptare të angazhohet në këtë drejtim dhe të imponohet politikës. Projektet e mëdha kombëtare duhet shtyrë përpara nga brenda. Qendrat si Prishtina dhe Shkupi tashmë janë shndërruar në qendrat të kombit shqiptar. Ka lëvizje të reja në Maqedoninë e Veriut dhe pikërisht këto lëvizje janë sinjali se çështja shqiptare duhet të rishikuar. Funksionalizimi i Republikës së Kosovës në përmasat që ndodhi këto 5 vitet e fundit duke shtrirë sovranitetin në veriun e saj, në njërin prej cepave më të jashtëzakonshëm të hapësirës shqiptare me pasuri minerare dhe nëntoksore dhe mbitoksore, i jep pesh pastaj edhe mundësive tjera për shqiptarët në Maqedoni. Duket se Maqedonia nuk do të mund të ekzistojë si shtet dhe në këtë zhvillim të përshpejtuar të situatës, shqiptarët duhet të jenë në pozicionin që të marrin atë që ju takon. Profesor, për të shtyrë përpara këto procese të çështjes shqiptare, duhen dhe burra shteti. E kemi ne një të tillë apo jo në trevat tona? Do të ishte mirë që të kishim më shumë, por gjithsesi kemi. Unë Albin Kurtin e mbështes pikërisht sepse te figura e tij shoh një figurë burrshteti, një figurë që i është përkushtuar çështjes kombëtare dhe është mëkuar me mendimin politik të Abdyl Frashit. Le të përkujtojmë ato memorjet e jashtëzakonshme të Abdyl Frashit që dërgonte qendrat vendosjes në kohën e tij, që ishin produkti një mendimi të jashtëzakonshëm politik të kohës, por edhe tek brezi tjetër i Hasan Prishtinës e tek profesori Ukshin Hoti, që është burim frymëzimi, dhe në këtë drejtim besoj që do të ketë mbështetës të fuqishëm gjithandej, nga Konispoli deri në Bradash e në majën e Pançiçit. Po ka edhe nga ata që mendojnë që Albin Kurti me ardhjen e pushtet e ka harruar, për të mos thënë e ka tratuar idenë e bashkimit kombëtar. Jo, kjo është pjesë e luftës hibride serbo-ruse. Përkundrazi, pushtetarëve ju takon që për çdo ditë punojnë për bashkimin e kombit. Dhe marrëveshjet që janë bërë mes 2 qeverive tona, me sa kam informacion, pothuajse janë realizuar në përmasën më të madhe shumica e tyre. Ndërkaq më lejo që të sjell një të dhënë signifikative në këtë drejtim. 27 rrugë që janë hapur brenda këtyre 3 vjetëve të fundit, 4 vjetëve të fundit, lidhin 2 republikat tona më mirë se sa çdo rrugë tjetër përveç kësaj të kombit. Pra i japin jetë marrëdhënieve mes Hasit, për shembull, të 2 pjesëve të Hasit, marrëdhënieve mes Malësisë së Gjakovës, e lidhin Tropojën me Gjakovën siç ka qenë tradicionalisht. Dhe në këtë mënyrë
ecët tutje, ndërkaq unë nuk dua ta nënçmoj faktin që për herë të parë fëmijët e gjithë hapësirës shqiptare mësojnë nga një abetare. Është nënshkruar marrëveshja dhe ka ecur procesi i hartimit dhe të projektit dhe fizibilitetit të hekurudhës shqiptare. Këta janë hapa gjigant. Janë nënshkruar marrëveshje të veçanta në fushën e mbrojtjes. Pres që të hartohet edhe strategjia e përbashkët dhe të krijohet brigada e parë shqiptare, në përbërjes së cilës do të ishin djemtë dhe vajzat më të mira të kësaj Shqipërie të epërme, siç e filluam në fillim, dhe pjesës tjetër të kombit. Profesor, si ta kuptojmë pse Aleksandar Vučić u shpreh duke nxjerr tani, si mund ta themi kokën, që ishte ai ideatori i Ballkanit hapur dhe çfarë do thotë kjo? Që është e vërteta, edhe kjo çka e pohoi ai nuk është krejt e vërteta. Nuk ka qenë as ide Ali Ahmetit, siç pretendonte Edi Rama t'ja jepte autorsinë Ali Ahmetit, as e Edi Ramës, as e Aleksandar Vučićit. Ajo ishte në institutin tonë për studime gjeopolitike kemi pohuar këte në analizat që kemi publikuar. Ajo ishte ide e Institutit për studime evropiane të Akademisë Ruse, e cila i ishte përcjell pastaj Beogradit për ta rikthyer Serbinë në qendër drejtuese të Evropës Juglindore dhe në shtet dominues, sidomos në rrafshin ekonomik, por edhe për t'i dhënë një alibi shkputjes nga ndikimi i Brukselit dhe Washingtonit. Këtë hulli ishin futur gabimisht edhe kryeministri i Shqipërisë politike, edhe ish miku i Ali Ahmeti. Pra Rama humb pikë me këtë. Natyrisht shumë atje, dhe po të kishte një pjekuri më të madhe politike, do duhet ishte një ndëshkim shumë i madh. Profesor, ju keni kushtuar vëmendje raporteve me Greqinë. Në ditët e fundit ne kemi pasur disa zhvillime Tirana, por edhe Prishtina po ashtu, sepse ishte ministri i mbrojtjes, dikur ish ministri i jashtëm Dendjas, njohës mjaft i mirë i çështjes së Ballkanit, por me Kosovën tani vetëm njohja mungon, edhe duke sa më shumë edhe më afër po vjen, sipas mediave greke, Shtetet Bashkuara të Amerikës i kishin kërkuar Greqisë, pra një shkrimi 2 ditë më parë, që të mbështeste idenë e Kosovës në NATO, që lobuan edhe 3 kongresmenët. Por për të ndalur fillimisht tek raportet me Shqipërinë, pra ishin veri tani zbresim në jug. Si shikoni ju raportet me Athinën në tërësi? Ne do duhet kultivonim raportet mira me shtetin tonë fshinj, me Greqinë. Dhe që është e vërteta, pala shqiptare ka pas predisponim të vazhdueshëm për të ndërtuar marrëdhënie të mira fqinjësore. Vizita e fundit e kryeministrit të Shqipërisë politike në Greqi ka qenë objekt edhe një analize time që kam publikuar para një javë. Gjithsesi, këto raporte duhet të forcohen dhe të jenë të ecim drejt krijimit të marrëdhënieve sa më të mira mes dy kombeve tona fqinje për mijëvjeçar të shumt. Çështja është se si duhet shtruar këto marrëdhënie dhe a guxojmë të bimë në kurthin që mund të na krijoj raporti i Shqipërisë politike dhe Kosovës, kombit shqiptar tërësisht, me Greqinë në raport me shtetet tjera të interesuara për ndikim gjeopolitik në Ballkan. Ne patëm një marrëveshje, fill pas asaj marrëveshje që u arrit në Athinë, patëm një marrëveshje tjetër ku involvohej Britania e Madhe, me që në marrëveshjen paraprake involvohej Franca. Dhe këtu është ndoshta thembra e akilit për çka do duhej kujdes më i shtruar. Gjithsesi, interesimi i fuqive evropiane për Europën juglindore dhe mund të konsiderohet si pjesë e historisë në vazhdimsi. Por çështja është se ne do duhej që të kishim kujdes
që të mos cënonim interesin ton afatgjat kombëtar. Në perspektivë mendoni që ndoshta mund të flasim jo për vite, po për dekada që të zgjidheshin problemet tona nga ligji i luftës, problemi i kufirit detar, pretendimet në jug, aq më tepër tani sipas mediave me një kusht i Greqisë që 200.000 shqiptarë që jetojnë atje të trajtohen si minoritet grek, pra pretendimet të pafund, duket sikur edhe ka një të përbashkët mes Greqisë dhe Serbisë që është kisha mbrapa që pavarësisht viteve pra punon për shekuj. Shqipëria do të duhet të dialogonte me Greqinë nga pozicioni i barazis, i reciprocitetit të plot dhe jo i ndërvarësisë. Greqia sigurisht që ka parasysh në mbështetjen e fuqishme të Shqipërisë së vogël gjatë gjithë periudhës së luftës civile në Greqi. Kanë mbijetuar me qindra emigrant grek në jugun e varfër të Shqipërisë dhe populli shqiptar i ka mbështetur. Këtë në një mënyrë ose në tjetër do duhet ta kishim parasysh ne edhe momentin e transformimit të sistemit kur një lumi det pothuajse shqiptarësh i mësyn në Greqinë. Këto raporte duhet shikohet dhe duhet insistohet që të hiqet ligji i luftës. Nuk ka kuptim asnjë marrëveshje tutje me Greqinë, falni, në rast se nuk do të hiqej ligji absurd i luftës me motive krejt si shovene. Ndërkaq çështja e presionit se nuk më iku çështja e presionit të Shtetit Bashkuar të Amerikës në raport me Greqinë, për cilën kanë shkruar mediat greke, ndërkohë për votën mbështetjen e idesë së kongresmenëve amerikanë për përshpejtimin e procesit të angazhimit të antarësimit të Kosovës në NATO. Po kjo është ky ishte një lajm i mirë, që është e vërteta, sepse është shumë e qartë që pa një raport specifik të Kosovës me Shtetet e Bashkuara, respektisht pa hyrjen e Kosovës në NATO, vështirë se do të mund të flasim për heqje dorë nga politikat agresive të Serbisë dhe projekti i saj për rikthyrje drejt Kosovës. Ata kanë investuar për 10 vjet rresht jashtëzakonisht shumë në mbrojtje, respektisht në armatim, ka një arsenal armatimesh sfundmi madje edhe me rreze të gjatë veprimi mbi 400 kilometra, që janë ekskluzivisht orientuara kundër shqiptarëve, të cilët trajtohen tutje në gjitha dokumentet zyrtare, doktrinat ushtarake të Serbisë si armiku numër 1, dhe në këtë plan sigurisht që për shpejtimi procedura për antarësim të Kosovës në NATO rrit siguri në rajon, por ka mundësi të ndërmjetme që do t'i garantonin forcimit të sigurisë në rajon edhe në nënshkrimi marrëveshjes që pak a shumë që do t'i ngjante marrëveshjes së Shtetit Bashkuar të Amerikës me Korenë e Jugut, që e gëzojnë edhe sot e kësaj dite. E shikoni që ndoshta Greqia mund të jetë vendi i parë nga vendet e Bashkimit Evropian që nuk e ka njohur që ta njohë Kosovën, pra ka më shumë probabilitet që të jetë Greqia? Ka probabilitet të mirë, që është e vërteta, që ta njohë Greqia apo Spanja, cila do prej tyre që do ta njihte, do t'ishte mirë. Ka shenja madje edhe nga Armenia, që është gjithashtu një njohje me peshë në rast se do të ndodhte, dhe nuk kjo intervistë po bëhet në kohën kur kryeministri i Republikës Kosovës ndodhet në kryeqytetin e Armenisë dhe ka ezauruar pritjet e para, bisedat e para me kryeministrin e Armenisë. Në historinë e Armenisë dhe shqiptarëve ka shumë çka të përbashkët, jo thjesht vetëm se janë dy ndoshta kombet që kanë një thellësi të mendimit të përbashkët të botës së krishterë, sepse kristianizmi është pranuar pikërisht nga armenët dhe shqiptarët më herët, dhe po ka, sipas ulëmtimeve të fundmit që i ka publikuar profesor Mark Palnikaj, ka edhe kishte interes të jashtëzakonshëm ka herë në Armeni për historinë e shqiptarëve. Profesor, kam dhe diçka të fundit për situatën politike në Kosovë.
Në gjykimin tuaj, arti i marrëveshjes politike mund të mësohet në kutitë e votimit? Po demokracia është leksion në vete. Arti i kompromisit nuk mësohet, po imponohet nga kutitë e votimit. Do t'ishte mirë që ta kishim mësuar gjatë procesit politik në përditshmëri. Duket që klasa e vjetër politike e Kosovës e ka vështirë ta mësoj këtë art të kompromisit. Por në sfond kemi diçka të re. Arti i demokracisë i aplikuar përmes zgjedhjeve gradualisht e dërgon në shtëpi klasën politike që është bërë pengesë e ecjes përpara. Dhe keni vure rrudhja e opozitës aktuale po ndodh nga një palë zgjedhje në tjerat. Dhe kështu i lëshohet hapësirë daljes në skenë të djathtës reale shqiptare. Lidhja demokratike është imitim, abuzim me teorinë mbi të djathtën shqiptare, sepse është forcë që ka trashëguar lidhjen komuniste jugoslave dhe në esencë është e papërmirësueshme. Koha do t'i japë të drejtë Albin Kurtit apo Vjosa Osmanit? Këtu është shumë e qartë, Albin Kurtit do t'i jap të drejtë koha, i ka dhënë qysh tashmë, që është e vërteta, po ta zbërthenim takimin me shumë të panjohura të janarit të vitit të këtij viti në New York, atëherë do ta kishim shumë qartë se viktim reale e gjitha prapaskenave politike është pikërisht Vjosa Osmani. Profesor, unë të falenderoj shumë, ishte kënaqësi që zhvilluam këtë bisedë dhe në emër të shikuesve tanë të jam shumë mirënjohës për kohën dhe mendimet që ndat me publikun tonë. Si për herë me kënaqësi, mirupafshim.